si pjesë elektorat hinë 30 dhe 35.000. Tashti ky numër mund të jetë më i vogël për shkak se dikon 40 dhe 50.000 për çdo vit po na ikun jashtë. Edhe një vend i vogël nuk e ka luksin me të ketë kaq shumë zgjedhje. Nuk e ka këtë luks. Misioni që e ka marrë Albin Kurti për ta bërë Republikën e tretë, që e folëm, për ta ushtruar sovranitetin e plot, kjo ka më prolongu. Unë mendoj që në koalicion se tash s'ki LDK-ja si mri numër, po flas për PDK-n, se sigurisht LDK-ja do të mendoja edhe do të gjykoja që LDK-ja është si me thonë adresa adekuate për ta kapërcyer këtë edhe sfidat që e presin Kosovën pas marrjes së presidentit. Në anën tjetër, unë mendoj që në kuadër të kësaj me PDK-n do ta kishte më lehtë ta bëjë edhe një reformë zgjedhore, të futë ca amendamente për me ndrru mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Na jem dëshmitar që për çdo herë që 5 presidenta saj kanë ndrru, vazhdimisht kemë probleme. Kjo duhet mu ndrru. Për shkak se është problem për proceset cilat e presin Kosovën, dhe kjo është, si me thonë, një sfidë e madhe edhe një handicap i madhe.